Si të zhdukni qimet e fytyrës përgjithmonë në vetëm 15 minuta. Largimi i qimeve të padëshiruara nga fytyra kurrë nuk ka qenë më i lehtë dhe kjo fal vetëm 2 përbërësve. Për të arritur një gjë të tillë ju duhet vetëm qumësht dhe xhelatinë. Përzieni një porcion xhelatinë në 2 porcione qumësht. Përzieni të 2 përbërësit mirë dhe vendoseni në mikrovalë për 15 sekonda. Aplikojeni maskën në tërë fytyrën tuaj duke aplikuar 2 deri në 3 shtresa nga kjo maskë. Lëreni të thahet plotësisht dhe më pas largoheni nga fytyra. E gjitha kjo procedurë merr afërsisht 15 minuta kohë dhe rezultatet që ju do të keni janë vërtet të mahnitshme. Mirëpo gjithmonë sigurohuni para se të përdorni këtë maskë bukurie, aplikoni një përzierje të saj në krahun tuaj për të parë se si lëkura juaj do të reagojë. Nëse jeni alergjik ndaj ndonjë prej përbërësve, e mira është që të mos i përdorni këto receta.